Përshëndetje të dashur dëgjues, mirë se erdhët edhe këtë të shtunë në emisionin Hynesha, si zakonisht me ju jam unë Elvana Shala, e sonte do të flas me një personalitet të jashtëzakonshëm, e cila jep një kontribut shumë të veçantë për një nga kategoritë më të veçanta të shoqërisë sonë. Ajo është Shkurta Haxhiu, drejtoreshe e Fondacionit Heroina e Mirësisë. Përshëndetje, mirë se erdha. Përshëndetje Elvana, faleminderit për ftesën dhe kënaqësi të jem në mesin tuaj. Shumë kënaqësi e veçantë me të pasur sonte në këtë emision, tregom si je në këtë të shtunë. Në këtë shtunë, duhet pas parasysh që jemi në muajin e shejtë të Ramazanit. Sot kom pushu, jam e freskët dhe për momentin jam të ndjej shumë mirë, sidomos që jam mysafire në emisionin tënd. Shumë faleminderit, edhe për mua është një kënaqësi edhe nder i veçantë, sepse e thash në hyrje që je një nga personazhet e cila jep një kontribut shumë të veçantë për një nga kategoritë më të veçanta të shoqërisë. E tërë jeta jote, i tërë fokusi yt është tek personat me nevoja të veçanta dhe aktivitetet të cilat ti i bën për ta në bazë në kuadër në fakt të Fondacionit Heroina e Mirësisë, por edhe të organizatës Heroinat, që është një punë kolosale, shumë vjeçare e jashtëzakonshme dhe asesi e lehtë sepse gjithçka bëhet në formë vullnetare. Tregom si ja del shkurt para se të hym tek biseda më e thellë. Unë jam artiste me profesion, do më thonë edhe bachelorin edhe masterin në kom kry fakultetin e arteve këtu në Prishtinë, dhe piknisja e humanizmit ka fillu dhe prej vllavit, po dhe prej anës profesionale. Do më thonë kom shit piktura, po jo në emër të humanizmit, po në anën profesionale dhe gjitha mjetët që i kom ledh gjithmonë si piknisje, ka qenë një kontribut ndoshta shumë i vogël, mirë po kom pas mundësi me dhuru vetëm dreka, darka dhe dhurata të vogla simbolike. Ndoshta këto s'kan qenë të mjaftueshme, mirë po një rrugtim i tillë që do një rreth shumë gjon, si fillim me kuptis kështu. Mirë po, me kalimin e kohës, normal mu kam bashkangjitë edhe njerëz tjerë të vullnetit të mirë. Para se të vim tek puna më e thellë, më e veçantë e Fondacionit Heroinat e Mirësisë dhe gjithë kontributi që të e bën për personat me nevoja të veçanta, po dua të rikthej në retrospektiv, si ka qenë Shkurta kur ka qenë fëmijë, çfarë ambiciesh ke pas, çfarë personaliteti dhe a e ke menduar ndonjëherë që do të merresh me këtë gjë humane kaq të veçantë? Unë si fëmijë gjithmonë kom pas një energji teprume, edhe familja gjithmonë kanë qenë shqetësuar për mua për shkak e energjisë të madhe që kom pas, sepse kom qenë gjithmonë adhuruese flakt në maje, domethënë në lartësi. Edhe nuk ma ka pranu organizmi me nejt mbranda 4 mureve. Gjithmonë domethënë sa në që kom kshyrë jashta 4 mureve, më kanë rënë sy për shembull pemt, më kanë rënë sy me hyp mik kolma të shtëpis, edhe më ka pëlqyer me nejt domethënë shumë bota e kafshëve. E kështu që gjithmonë kom qenë adhuruese flakte e lartësisë dhe s'ma ka pranu organizmi me qëndru në tokë. E me kalimin e kohës, domethënë e kom pa që nuk e du jetën e zakonshme. Domethënë edhe punën e veprimtarinë që e bëj tash, domethënë nuk është një punë që e bën çdo njeri. Ka të bëj domethënë me të rrallën, sepse edhe si fëmijë gjithmonë domethënë kom pas dashni ndaj gjanave që nuk mundet mi prek gjithkush, nuk ka guxim mi mri gjithkush ose nuk ka guxim gjithkush për shembull me hyp në maje të larta, se ka raste që kom tentu për shembull edhe në bander me hypën. Wow. Është pak marrë mi thon këto sene, mirë po si fëmijë kom qenë shumë problematike. Hiperaktive. Po, dom si kom bu asnjëherë askujt, mirë po dëshira ka qenë e flakt gjithmonë domethënë mos me qëndru në tokë. Shire të vetës. Mirë, shumë interesant po më vjen kjo, pse atëherë nuk u morët me alpinizëm, me qenë se i pas këtë dasht majet e larta, ngjitjet, ta them. Po kom pas edhe shkaktar të ndryshëm që ma kanë ndërprej, ndoshta rrugtimin për me u merr. A ke dasht? A ke pas dëshirë? Po dëshirë po ranë shkaktar të tjerë të cilët ma ndru drejtimin. Cilët shkaktar? Po tu nis për shembull këtë rast vllavin që ka me aftësi të kufizume, që ndodhet me sëmundjen paraliza cerebrale dhe që 30 vite është në karrocë, sepse un kom qenë personi i parë që kom nxjerr prej shtëpisë, prej moshës 17 vjet kur kom qenë un. Mandej domethënë ka qenë ëndra, edhe prej moshës 24 vjet domethënë kom fillu me zgjënu rrethin me këtë kategori. E kështu që nuk kom pas mundësi me zhvillu për ide të tjera. Në një farë forme, krejt ideja e humanizmit edhe kësaj veprimtarie të veçantë me cilën të merresh është pikërisht vllavit, edhe ndoshta i tërë suksesi yt në këtë rrugtim i dedikohet vllavut tënd, me cilin dhe për cilin ti je shumë e përkushtuar. Unë arsyeja që kom nis këtë rrugë, domethënë është ëndra,
që kom shpjegu në për shumë televizione, që ka të bëj me persona me nevojat e veçanta, po ashtu dhe vllavi, sepse komplet eksperiencën e kom marrë domethënë prej vllavit, se tregova edhe më herët që prej moshës 17 vjeç kom fillu domethënë me nxjerr prej shtëpisë, me çu në për vende të ndryshme, m'ja plotsu dëshirat të cilat janë në nevojë për ta. E kështu që piknisja ka qenë prej vllavit edhe eksperjenca ka qenë domethënë prej vllavit. Mirë, e jashtëzakonshme në këtë pikë, por cilat kanë qenë ndoshta ato dëshirat ose ëndrat tua tjera, cilat ndoshta ose për cilat i ke ngelur penge dhe nuk e pas mundësi t'i arrish në jetë? Se sigurisht gjatë këtij rrugtimi kemi edhe sfida të ndryshme. Po, me qenë se unë kom kry fakultetin e arteve, që të regua dhe bachelorën dhe masterin, unë s'kom mendu që do dalë në humanizëm, edhe pse unë gjithmonë kom pas dëshirë me dhënë ndjesi të mirë të tjerëve tu ndihmu me ndihma shumë të vogla që sa do pak m'ja u lehtësu vështërsinë. Mirë po artin e kom lënë shumë mbrapa, i ka domethënë dikon 2 vite që nuk kam mundësi absolut më merr me pjesën e artit. Vetëm kur bëj aktivitete, domethënë për persona me nevoja të veçanta, ndoshta 1 orë 2, o mjet një mundësi pak a shumë për me zhvillu anën profesionale timën, mirë po kështu, domethënë tash e kom lënë peng edhe nuk kam mundësi më merr me pjesën e artit. A mendon ti rikthehesh pjesës së artit edhe profesionit tënd dhe ta ndërlidhesh me pjesën e humanizmit siç ke bërë fare në fillim? Me kënaqësi, po mendoj ta ndërlidhje sepse unë kom dhuru dikon 53 grafika për shoqatën së fshatrat. Kom dhënë domethënë pe pjesës artistike, pe kontributit që kom dhuru për fëmijët e braktisur. Ka dhe piktura të tjera të cilat i kom dhuru që janë mbajt, domethënë i kom dhuru për ankand, janë mbledh mjetët edhe janë dhuru për familjet në nevojë. Ndoshta edhe tash prap mendoj me ndërlidh, mirë po nuk e di koha sa më premton. Besoj që dikur prap do të mbaj diçka të tillë, po ndoshta me kalimin e kohës, po jo për gjendje momentale, për shkak të angazhimeve që i kam tani për tani. Sa ka mbështetje shkurta dhe fondacioni i saj nga institucionet shtetërore? Marr parasysh që e tham në fillim është një punë e jashtëzakonshme dhe as pak e lehtë si veprimtari për tu zhvilluar në Kosovë, marr parasysh edhe faktin me kategorinë me cilën miresh. Fatkeqësisht, unë e them me shumë keqardhje, sa përket institucioneve, unë që 6 vite që kom themeluar shoqatën dhe që një vit tash fondacionin, brenda 6 viteve vetëm një projekt, domethënë 2300 euro janë përkrahur nga Ministria e Kulturës. Dhe 5 vite tjera intensiv që kom apliku, domethënë nuk janë përkrahur. Edhe sa përket institucioneve, domethënë qoftë për zyre kur kom kërkuar mbështetje, nuk janë përkrahur, po ashtu edhe për aktivitete të tjera nuk janë përkrahur. Dhe kisha dashur mi cek edhe 2 gjana që më bëu thirrje shtetit, shoqatave m'ja u hek doganën, sepse deri para një viti gjys, shoqatat nuk kanë pas dogan. Unë kam një kombi që na ka dhuru donacion Lirdon Bakio nga PEA, i cili jeton edhe vepron në Norvegji. Kombin i ka dikon 2 javë që kemi edukanu, edhe kemi pagu 1100 euro, domethënë kemi pagu dogan. Realisht për shoqatat, të pas parasysh unë merrem vetëm me persona me aftësi të kufizume, neve na i vështërson veprimtarin. Tjetra për shembull unë të pas parasysh vllavin e kam me aftësi të kufizume, për shembull më na i dhuru dikush një vetur, unë si përcjellse e tina prapse prap do të më pagu dogan. E realisht në këto lloj gjana, domethënë shteti do të më marr parasysh, do të më bëj ndryshime sepse nuk janë vetëm këto që shteti po i bën padrejsi kësaj kategorie. Deshna me cek edhe një gjë tjetër, vllavi jam ka pensionin 180 euro. Edhe ato 30 euro tash janë rrit dikon që 3 muaj. Unë s'më thon këto që janë pensione, unë më thon lere këto që janë vitra. Sepse mos më pagu as përcjellse, do pas parasysh unë kam vllavin domethënë në karrocë, edhe nuk është i aftë me kry shumë shërbime që në nevojnë për ta, domethënë këtë rast as nana, si përcjellse e tina, nuk paguhet. E unë mendoj që mesazhin tim do të më marr parasysh shteti edhe më bëj disa ndryshime sepse janë shumë në nevojë. Absolutisht, edhe ne jemi këtu për të përçuar pikërisht mesazhe të tilla të cilat janë shumë të domosdoshme, sidomos për institucionet shtetërore dhe sidomos për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve që pikërisht i rregullojnë këto çështje sa i përket kësaj kategorie të veçantë dhe jam e bindur që bashkërisht do të mund të arrijmë deri tek ndryshimi. Ne tani jemi në pritje të formimit të qeverisë së re, kështu që po shpresoj që me formimin e qeverisë së re dhe këto gjëra pa diskutim që do të ndryshohen, sepse pajtohem plotësisht me pjesën tënde që e thatë se një penzion i tillë nuk është që i hy kush e di sa në punë një person i cili ka nevojë për mbështetje 24 orëshe do ta quaja edhe për një asistencë të tillë.
Po për vetën e saj sa ka kohë shkurta me gjithë këto angazhime me këtë kategori kaq të veçantë? Më thonë drejtën, sa i përket vetës, e kum lënë shumë anash, edhe jëm bo musafir edhe në shpitame. Ndoshta ka herë edhe gjanat elementare tu i nis, mi palu për shembull rrobat ose me pastru ambientin, nuk kam kohë. Jëm bo musafir në shpitame se të pas parasysh që unë 5 vite gjys nuk kom pas krahas njeri, e kom themelu këtë shoqatë dhe fondacion e vetme, plus të pas parasysh veprimtaria që e lyp një angazhim shumë të madh, një forcë shumë të madhe, një guxim shumë të madh. 24/7. Po, më thonë drejtën, do më thonë, tash që gjys viti që mu kam bashkangjit 2 punëtor, kam pak lehtësira, mirë po jo në krahasim sa kam nevojë. Po shpresoj që gjatë rrugtimit, nëse rritet numri i vullnetarëve që më ndihmojnë, besoj që do të kem lehtësira Po tash pas 6 vitesh, a ka ndryshuar mbështetja e institucioneve shtetërore apo vazhdon të jetë e njëjta? Unë e cega dhe më herët që 6 vite vetëm një projekt 2300 euro kom pas për kraje. Edhe kom thënë tërki kaq. derën, po, para 2 viteve, do më thonë vetëm për zyre, i kom bo 53 takime, i kom marrë 53 refuzime. Edhe zyrën e ka pagu donatori prej Gjermanis, po sa përket prej anës shtetit, institucioneve, do më thonë as 1% s'kom pas për kraje në këtë drejtim. Kjo është edhe më shme shkurta ta dëgjojmë, megjithatë unë po uroj dhe po shpresoj që kjo gjë do të ndryshojë dhe do ta kesh mbështetjen ashtu siç e meriton, marr parasysh edhe kauzat e veçanta të cilat i bën unë prej kohësh ta përcjell punën, por edhe veprimtarinë shumë të veçantë që e ke, nisur nga fakti që një person po kaq të veçantë ke edhe pjesë të familjes, madje pjesë të shpirtit do të thoja. Mirë, e dashur është koha që këtë emision ta nisim me një pikë muzikore edhe për të gjithë ata që janë duke na dëgjuar në radio, ndërkohë që ju asesi mos e ndroni kanalin e Radio Kosovës, sepse vetëm pas pak Shkurta Haxhiu, një aktiviste e jashtëzakonshme për të drejtat e personave me nevoja të veçanta, do të bëj hapjen e kartave të jetës së saj në 3 perspektiva, nga e kaluara deri tek e ardhmja. Unë e di që Shkurtën e keni pa shpesh në për intervista në televizion dhe radio të ndryshme, por nuk është që ja njohim shumë personalitetin, kështu që kartat do ta tregojnë atë. Të dashur dëgjues të Radio Kosovës, jemi sërish bashkë po ju shoqëron emisioni Hynesha, e sonte përballë meje është Hynesha Shkurta Haxhiu, drejtoreshe dhe themeluese e Fondacionit Heroina e Mirësisë, e cila merret me aktivitete të ndryshme dhe në mbrojtje të drejtave kryesisht të personave me nevoja të veçanta. Është koha që ajo tashmë të bëj hapjen e kartave të jetës së saj, e dashura e gati. Po, Hajde zgjidhni një kartë nga e kaluara. Me mesin e ka fillu Shkurta, ma jep. Hajde. Në lidhje me ato që keni diskutuar, tregoni kur një sjellje e tillë e ka komplikuar më tej situatën. Ne folëm prej kohës tënde të fëmirisë, prej themelimit të fondacioneve, vështirësi cilat i ke pas me punën, mos përkraja e gjithçka e tillë. Atë kujtohet që një sjellje e jotja në gjithë ato rrethana e ka komplikuar më tej situatën në të kaluarën tënde. Unë kisha me cekë që ndoshta sjellja e tjerëve, du me cekë një rast kur kom marrë një donacion vitin e kalum, marrë një shliper prej donatorit Georg Winkler, edhe fatkeqësisht rrethi i tyre, domethënë kanë qenë jo persona të duhur që janë mirë me humanizëm. Aty ka qenë një vujtje shumë e madhe, sepse 95% shliperit kanë dashur më ma marrë. Wow. Edhe kom pas një gjendje momentale shpirtnore shumë të keqe. Më thonë kom qenë shumë e lëndume shpirtnisht, sepse kanë tentu vetëm pajisjet mjekësore, dikon që janë konë brenda shliperit 5%, mi marrun ato pajisje, dhe 95% shliperi me shku ku dojnë ata. Edhe fatkeqësisht kanë qenë persona edhe që kanë shit, domethënë kanë marrë prej ati në emër të humanizmit. Në emër të humanizmit edhe kanë shit komplet domethënë një pjesë të madhe të donacionit. Realisht ai shliperu është në emër të fondacionit tem, sepse unë jo me pajisjen edhe me certifikatën e përfitimit publik. Edhe kanë qenë 8 persona kundër meje që më kanë sulmu, që kanë tentu të dorë më msjell. Edhe të pas parasysh që të regova dhe më herët, unë i kom pas 5 vite gjys e vetme, edhe me qenë një femën me luftu me 8 meshkuj, që tentojmë me t'i marrë ndihmat humanitare, që i në emër tonin, që mandej edhe pasojat në lidhje me shtetin, në emër temin mujt me qenë, do me thonë, ku mujt me qenë shumë fatale. Ky moment ka qenë një prej rasteve që ndoshta ka pas raste edhe ku më thonë ai fjalë që nuk do të më thonë, sepse zemrimi ka qenë shumë i madh, edhe rreziku nanën e imazhit ka mujt me qenë shumë i madh. Mirë po fatmirësisht për
mesazhin që kam thonë që nëse ju nuk më lejoni me marr ato që më takon e drejta, atëherë unë do t'i informoj policinë, edhe besoj që drejtësia do të ndahet me përkrajën e shtetit, këtë rast me përkrajën e policisë. Por realisht personalisht më kam bëu shumë keq, më kam bëu me çajt, edhe në një farë forme më ta hupi dhe vullnetin, se 8 persona me luftu kundër me një femën, definitivisht është shumë e rëndë. Nuk është e lehtë. Natyrisht. E kjo ka qenë një prej momenteve që unë personalisht jam një shumë e rëndë, se fatmirësisht unë kom luftu me mishë me shpirt me marra donacion, kanë qenë 207 banka dhe komplet donacioni invertar që kom qu në shkollën Bedregjina, që janë 27 persona me nevoja të veçanta. Dhe arsyeja pse kom luftu është se unë kom shumë adresa të nevojtarve, edhe kom dashur që donacioni me shku në aty vendin e duhur. E duhur. E kom luftu që domethënë ai donacion me shku aty ku duhet, e sidomos për shembull te shkolla Bedregjina, që janë 27 persona me nevoja të veçanta. E kështu që një prit. Por ja ke dalë, domethënë ke triumfu në fund, edhe pavarësisht se sa ke hek do të thoja, si shprehemi ne në zhargonin popullor, prap drejtësia ka qenë anën tënde edhe ke triumfu. Mirë, a ka momente shkurta që ndihesh totalisht e lodhur, e dërmuar nga kjo punë edhe thua, okay, s'do e bëj më. Pavarësisht faktit që cilësoheni si një femër e fortë, sepse kështu dukeni në fakt, por kam përshtypjen që ka momente që je ashtu komplet për toke. Para 2 viteve, kom qenë shumë emocionalisht e lodhur, sepse e cika dhe me herët i kom bo 53 takime, edhe i kom marrë 53 refuzime që kom kërku një zyre, ku njëtën kohë me zhvillu aktivitetin brenda në atë zyre, po njëtën kohë dhe milion pajisje të mjekësore që i kom shpërnda dikun 600 pajisje, do më thonë rrethin Kosovës, po dhe në Maqedoni. E për mu ka qenë, do më thonë, shumë nevoj, edhe qaj ka qenë një prej momenteve që unë kom pauzu 7 muj ditë. Edhe kom fik, do më thonë, telefonin, i kom shelë rrjetet sociale, nuk kom kontaktu me asnjë njeri. E kështu që ai ka qenë një moment shumë i vështirë, sepse kom luftu me mishë me shpirt, do më thonë, çdo adres ku kom dëgju që mundet me qenë një derë hapën për me qenë rrugdaljen për në të ardhmen për këtë kategori, unë e kom tërkit derën e gjithve, aty ku unë kom ndëgju që mundet me qenë një shpresë për neve. E kështu që ka raste që me të vërtet lodhna për shkak se veprimtarinë cilën unë e bëj, vendin ku ne jetojmë, njerëzit, do më thonë, janë paksa edhe paragjykues, edhe dyshues, sepse donacionet kur ti dhurojnë, ka raste që japin edhe paragjykimet parakoshme. Natyrisht. Sepse humanizmi shumë pak kalon shpresë në Kosovë, sepse një numër i madh i njerëzve edhe e kanë keq përdor. Mandej kur shumica keq përdor, mendojnë se edhe pakica janë gjithashtu. Mirë, po unë mendoj që ende ka njerëz të mirë, ende ka njerëz që me të vërtet punojnë hakikat me mishë dhe me shpirt, të pas parasysh shumë provojën që kam në shpe, plus edhe vetë personalisht 1 vjet e 4 muaj jem kon gati në prag paralizës moshën 23 vjet. Ndonë kom provu dhe vetë që është ajo ndjenja mos me mujt, më ja dhon edhe një gotë ujë dikona. Kështu që unë jam person që jam rrëzu prej dardhës edhe ja din tjetrit. Ja di vlerën humanizmit, edhe punoj ndryshe në krahazim tjerëve. E ka raste që këtu paragjykimet e parakoshme kur të përfshin me të tjerët, lodhësh gjithmonë, tu dhon shpjegime, të shumta, tu fol ndoshta në takime. Po mandej besoj kur e sheh vllaun, e sheh që prap ka shpresë dhe duhesh me u motivu. Kam përshtypjen që motivin kryesor e gjen te vllau, është ashtu? Po, se vllavi ka qenë njeriu i parë që më ka përkrahur në humanizëm. Edhe kur kanë dëgju që unë menoj një diçka të tillë në lidhje me humanizmin për persona me nevojat veçanta, me nis një rrugtim të tillë, ka qenë i pari që më ka përkrah. Familja më ka thonë që jo se s'mundesh, mirë po vllavi më ka thonë që mundesh. Edhe dikush do të me nisi pari këtë rrugtim që më merr me neve. Që vllavi u koni pari që më ka përkrah këtë iniciativë, që më ka dhënë shumë energji pozitive, por realisht edhe kur shpërndaj ndihma që mi dhurojnë donatorët, gjithmonë kam uqu, kam e ngrejt trupin zhak, kur gja mos pash, blet pak të një lëng, ose 5 euro kam e me dhonë me veti dhe kam më thonë qaj aty ku duhet. Nashta kjo është, kur gja heq, mirë po, njeri gjithmonë kontribon për asaj që ka mundësi. Natyrisht. Sepse është edhe një thanje shumë e mirë që unë besoj shumë në ta, thuhet nuk është i pasën ai i cili ka parë e mandur gjepa, po është i pasën ai atë sa ka e jep mbas mundësive të veta. Sepse Zoti askujt nuk i thot dil prej lëkurës, edhe çdo njeri mundet me kontribu për asaj që ka mundësi. Pavarësisht a ka të bëj me një përqafim,
a ka të bëjë me një këshill apo kritik, apo ka të bëjë domethënë me një vlerë shumë të vogël, Zoti na njeh mundësitë dhe Zoti nuk na i paragjykon mundësitë që na mujna me i dhuru. Kështu që na vlerëson edhe me shumë pak. Shumë e vërtet. Çka thotë tashmë në këtë pikë? Zgjedhë një kartë nga e kuqja. Teorizohet se shkaku i të gjitha reagimeve tona të forta emocionale është në fëmijërinë e hershme. Mendoni për një rast të fundit në të cilin keni pasur një reagim të dhunshëm emocional, si një marrëdhënie, situatë ose person. A kishte ndonjë gjë të krahasueshme në fëmijërinë tuaj? Për ta thjeshtësuar, a reagon, a ka reagime të forta, shkurta në situata të caktuara? A je temperamente? Temperamente në raste caktume, kur ka paragjykime të parakoshme pa të njoft, ka raste që reagoj sepse lona të dhonë gjithmonë shpjegime. E sa përket që më lidhet me të kaluara me fëmërinë, realisht edhe ne si familje kemi qenë familje e vuajtur, edhe ne kemi qenë një familje që kemi hjek në shumë gjana, sepse unë rrjedh për një familje që unë s'kom qenë asnjëherë e pasën, edhe në për shumë familje kur kom shku dhe i kom vizitu për kushtet ekonomike, ka raste që të mu kanë lidh me fëmërinë time. Edhe kur kemi qenë me donatorë më kanë thonë, pse kur po shkojmë për vizitojmë familjarët, pse ti nuk qanë asnjëherë. Unë mendoj që dhimbja zgjat 40 ditë. Mas 40 ditë të bëhet sikur je lindë e rrit me ta. Për shembull, nëse ti si ke pas kushtet e mira, ke flajtën ftoft, ke pas shumë vështirë me kalu për shembull dimrin, mas 40 ditë ty të bëhet njëjtë, sepse ti nuk mund është mikë realitetit edhe pajtohesh me realitetin. Se nëse s'pajtohesh me realitetin, atëherë i bën dëm edhe anës shpirtërore, edhe trunit tën, edhe dëmton të ardhmen. E kështu që, domethënë, kur shkoj i vizitoj njerëz që kanë ende vështirësi, domethënë, në kushte ekonomike, tu bazu, domethënë, dimrit që nuk kanë ndoshta as dru për me ngro dhomën ose gjana të tjera të cilat janë shumë në nevojë, ma kujton edhe fëmërinë time sepse edhe unë kom pas shumë vështirësi të ndryshme. Që tash kur shkoj i vizitoj, që e cika edhe më herët që më thonë donator pse ti s'po qanë. Ndoshta që edhe unë kom pas fëmërinë e vështirë, edhe e kam të letë mi mirë kuptu, edhe nuk qaj, arsyeja pse edhe unë jam një person i prekun, edhe i përfshim me nevojtarët. A do të thotë kjo që jeta të ka mësu ti menaxhosh emocionet, sepse çfarë është emocion që shpërthen. Dhe për dallim prej teje, unë jam ndryshe, tash po e marr shembull veten, po sigurisht edhe shumë nga dëgjuesit që janë duke na dëgjuar, diçka që ti e përjeton në fëmijëri e ndjen ndryshe kur e sheh te dikush tjetër. Por në rastin e shkurtës, a do të thotë kjo që jeta të ka bërë të sforcohesh edhe ti ndalësh lotët? Është shumë e vërtetë që jeta, më thon drejtën, Elvana më ka pjek para kohe, sepse unë nuk kam pas mundësi me shiju fëmijërinë si gjithë të tjerët. Të pas parasysh që nga mosha 17 vjeç, domethënë unë intensiv 10 vite pa ndërprer, e kom shty karrocën e vllavit. Edhe brenda shtëpisë është mirë nana, jashtë shtëpisë jo mirë unë. Domethënë 10 vite pa ndërprer për shembull e kom shty karrocën, të pas parasysh sa është sfidë e madhe karroca dhe sa ka angazhim të madh, që e lyp domethënë angazhimin e forcës, energjisë të mirë, me pas parasysh durimin. Kështu që unë jam pjek ndoshta pak para kohe, sepse njerëz që sprovohen herët me sfida të ndryshme, sidomos në sfidën edhe sprovën e shëndetit, besoj që pjekën para kohe dhe besoj që i shohin senet shumë larg. Për shembull, unë i shoh shumë njerëz që nuk kanë një sprovë të tillë, siguron që kam pas qoftë personale, qoftë familjare, qoftë eksperiencën e përgjithshme tash që kam 600 anëtar në fondacion. Për shembull, gjithçka që shohin, komentojnë. Unë jam person që nuk etiketoj gjithçka që shoh. Edhe kom marrë një frym, një edukat, shumë kontrast prej të tjerëve, edhe jam shumë e lumtur që kom kriju një eksperiencë ndryshe prej tjerëve, sepse prej eksperiencës tam personale që më pjek para kohe, unë të paktën nuk do paragjykime, nuk etiketoj gjithçka nga fiziku, sidomos të pas parasysh kategorinë që mirëm unë, nuk është mirë gjithçka që shihet të komentohet, sepse kjo kategori është sprov për neve, dhe Zoti ka caktuar, edhe këta janë pjesë e shoqërisë tonë dhe duhet të trajtohen të barabartë. Edhe paragjykimet i lojmë sa më larg, diskriminimet i lojmë sa më larg, edhe që kjo eksperjenca që thash familjare dhe personale që më ka ndodhur mua, ma ka dhënë një eksperiencë pak më të thellë, që gabimet që i bojnë të tjerët ndaj të tjerëve nuk i bëjon.
Kështu që Kjo kjo është e pikëri, bukur kur po. mësojmë nga gabimet edhe nga eksperienca jetësore. Çka thotë e ardhmja dhe e fundit për këtë raund? Ta shkoj me të parat shkurta. Në lidhje me dy kartat e mëparshme merrni parasysh shembullin më poshtë. Zakonisht besohet se ajo në të cilën ne investojmë energjinë tonë gjithashtu rritet. Rendisni 3 gjëra për të cilat ndiheni personalisht krenare dhe në të cilat keni investuar shumë nga energjia juaj. Jam shumë krenare dhe shumë e lumtur që i kom besu vetës, sepse në piknisjen, kur e kom nisën që të pas parasysh nga kaluara që kom pas shumë vështërsi, kom pas shumë paragjykime dhe gjithmonë njerëz më kanë thonë që ti je femën, ti s'munësh më merr me humanizëm, ti ke më martu herët, ti ke me bo fëmijë, kjo veprimtari kërkon shumë forcë, shumë energji, ti s'ke me mujt me vazhdu këtë rrugtim. Do më thonë, një prej gjanave që unë jam krenare është që kom luftu me mishë me shpirt, që ëndra jam, dëshira jam, do më thonë herët avon me fitu, edhe që kom pas një karakter kom gullës, që nuk jom diku nga e kaluara, që nuk kom pas për kraje, edhe gjithë prej atyre njerëzve që i kom taku, kanë tentu më ma varros ëndrën. Një diçka që për mu, do më thonë, është shumë e mirë se para më ka thonë shumë energji të mirë, e dyta nuk jem diku nga të tjerët, e treta du me cek edhe një shembull nga e kaluara, kur kom qenë keq në moshën, do më thonë 23 vjet, rasti kur më ka ndodh, kur kom shku me vizitu me psikolog, do më thonë, doktori ma ka shkru, më ka thonë që ti je në paranoj. Kur kom thonë që unë dëshiroj mu merr me humanizëm, edhe në të ardhmen mendoj mu bo një humaniste shumë e madhe, më ka thonë që ti je vish brenda vetës tone, edhe ti nuk ki shansa më ndodh një diçka e tillë. Do më thonë, letra ma ka shkru, ti je në paranoj. Kur unë kom shpreh dëshirën e madhe, vullnetin e madh. Dhe kjo ka ardhur prej një psikologu, që në fakt do duhej ta thoshte të kundërtën. Po. Wow. Unë mendoj që një energji e mirë, një ëndër e mirë, e cila nëse realizohet në realitet nuk i bën dëm askujt, sepse deri më tani 600 antar kanë përfitu prej meje. Çka nëse unë isha ndiku nga kaluara, prej doktorit në këtë rast që më ka thonë për shembull paranoj, kur kom shri dëshirën e madhe, vullnetin e madh për më merr me humanizëm, edhe kom ndërlidh ëndrrën që më ka ardhur, që kom shpjeguar në për shumë televizione, që janë kontë të përfshirë personat me nevoja të veçanta, edhe më ta shkruaj që ti je në paranoj. Ajo ndodhet vetëm brenda trunit tën, mirë po ti në realitet kur s'ke pas mundësi me realizuar diçka të tillë. Shumë shkurt, po më intereson shkurt, do të thënë gjithçka ka nisë nga një ëndër e jotja, nga një ëndër cilën e ke pa. Po, vetëm nga një ëndër. Okej, a mund ta shpjegosh edhe për dëgjuesit tonë shkurt? Po, shumë Jemi në minutat e fundit të kësaj pjese të parë. Kjo ka qenë një ëndër është shumë e thellë, mirë po unë do ta shpjegoj në pika të shkurta. Unë kur kom qenë, do më thonë, e helmume prej një ushqimit në moshën 23 vjet, një vjet e 4 muaj s'ku mujt me u zgjun komt mia. Fatkeqësisht i kom bërë diku 17 analiza, edhe prej mjekve nuk kom pas rezultat. Do më thonë, kur nuk mujt me zgjedhje. Kur e kom pa një ëndër, ka qenë në muajin e shejt të Ramazanit, në 10 ditën e fundit. Ëndra ka qenë, isha pranë një spitali, i cili ishte vetëm një ngjyrë të bardhë, edhe asnjë ngjyrë tjetër nuk ekzistoi ke mrena në spital. Unë isha e shtret pranë një spitali, edhe isha gjysmë e vdekur. Që edhe në realitet, edhe në ëndër nuk e disha a kum shku në botën tjetër, apo jam vazhdon me mbet në këtë botë. Isha shtren pranë një spitali, edhe shumë persona, do me thonë, me aftësi të kufizume, një numër i pandërprem, do me thonë, vazhdoj ke numri shumë i madh i personave me nevoja të veçanta që prishin në rend njoni pas tjetrit. Edhe krejt qaj numër, do me thonë, ishën rendit njoni pas tjetrit, edhe prishin në rend me u taku me mu mrena në spital. Unë realisht ishte ketu mdall shpirti, edhe gjithë personat me aftësi të kufizume bëshin lutje, kishin drejtu durët në këtë mënyrë, bëshin lutje shkurt mos vdes se ti na dush. Nëse vdes ti, vdesëm edhe na. Edhe në realitet, do me thonë, në ndër, të dalë shpirti, personat me nevoja të veçanta, ju gjyshin shpirtit edhe shtishin mrena. Wow. Edhe kashin në mënyrë pa ndërpreme edhe thëshin mos vdes se ti na dush. Nëse vdes ti, vdesëm edhe na. Pastaj një plum me ngjyrë të bardhë, e mbajke një letër në kaçep, edhe më prit ke mu zgju dhe më madhon mesazhin që ishke mrena asaj letre, më prit ke më madhon plumi. Pastaj e kom pa edhe një hoqë të e thirë zanin, ma ndej mu më bënë në dyqysh 4 lloje të zhurmave.
E para u kon drita, një dritë, dhe pse ishte një dritare shumë e vogël, hike një dritë e fuqishme në drejtim fytyrës. Pastaj domethënë zhurma e plumit që pritke më madhonën, domethënë letrën që e mbajke në kaçep, dhe pastaj personat me aftësi të kufizume, duke u lut për ty. Po, t'u lut për mua, Pra, pas ëndrës kur je zgjuar, thjesht ke vendosur me u marr me këtë punë dhe me humanizëm. Në ato momente ka qenë momenti më i vështirë jetës time, se unë më thon drejtim kon edhe tu qit shkum për goje. Gjuhën e kom pas shumë trash, pjesa e kukave i kom pas domethënë të palëvizshme, edhe kam filluar dhe më marr dhe ngjyrë tjetër. Është kon ato momente të mbrojt gruaja e miqës, se kam prish komplet rrethi në realitet, që kam prish që kam ndal shpirti. Unë bashkë ato momente më të vështira të jetës time, më ka ardhur ëndra. E momentin që kom filluar me u forcu, kom dash me ditë sa ka vërtetësi ëndra, edhe kom filluar kom testu bashkë para shkollës Fajkonica, ka qenë një gru me emrin Ganimete. Edhe në qatë kohë në Ramazan, unë jem shku, domethënë me i falë taravit, edhe s'kom dash me shku e vetme. E kom marrë domethënë Ganimetën bashkë përballë shkollës Fajkonica, dhe kom thonë apo vjen me mu. Se kom dash me testu ëndrën, edhe kur jemi shku në xhami, unë kom pas një lutje për Ganimetën, sepse kom njoh pak edhe më herët, edhe kom pas se që trajtojnë të tjerët. Sepse Ganimetja ka qenë me trauma, për shkak se babën ja kanë myt në kohë të luftës para fytyrës. Ja kanë masakru faktikisht. Edhe ajo gjithmonë për me dash me hek mërzi ka dalë pranë rrugëve, edhe shumë qytetarë të ndryshëm kanë bërë video me ta, po e kanë bullizu. Mënyrës se që kanë trajtu. Kështu ka nis gjithçka përmes ëndrës, cilën ti e shpjegove për dëgjuesit, për ta vazhduar pastaj edhe për ta bërë mision të jetës. Po edhe pe ati momenti kom largu Ganimetën domethënë prej rrugës, ja kom thonë një mesazh që kom thonë më shumë kisha dash më të pa në xhami, jo për me shti në fenë muslimane, mirë po për aftësinë e saj mendore, e kom pa si një vend më të sigurt xhamin, për mos me bollizu, se mos me trajtu në qatë mënyrë që kanë trajtu në rrugë. Edhe prej ati momenti Ganimeti asnjëherë ma nuk është dalë në rrugë. Ka raste ku qytetari bashkë që ka lokalin para shkollës Fajkonic, më ka pyet edhe më ka thonë çaj ke bu. Kom thonë thjesht jam nis me një jetë mirë, po si kom tregu që unë po du me testu ëndrën sa ka vërtetësi. E moshën 24 vjet mandej edhe 7 persona kanë kërkuar mënyrë pa ndërpreme me u taku me mua. Domethënë unë se kom zgjedhur në farë forme këtë rrugë, mirë po ëndra ka qenë ajo që më ka zgjedh, dhe vetë personat me nevoja të veçanta. Ta ka tregu rrugën. Mirë, histori e jashtëzakonshme pa dëgjuar këtu tek ne më herët. Ndërkohë që mos u largoni, kemi edhe raundin e dytë të hapjes së kartave nga Shkurta Haxhiu. E do të presim se çfarë historish të tjera të rëndësishme dhe të veçanta të dëgjojmë nga eksperjenca e saj jetësore as pak e zakonshme këtu tek ne. Qëndroni me ne. Me që të dashur të Radio Kosovës, jemi sërish bashkë në emisionin Hynesha, kemi ardhur tashmë tek raundi i dytë i hapjes së kartave të aktivistes Shkurta Haxhiu, nga e cila po mësojmë shumë histori të jashtëzakonshme të padëgjuar këtu në studio tona më herët. E dashura i gati për raundin e dytë. Zgjidheni kartë nga e kaluara. Kjo ke nga thëmëria? Jo, nga e kaluara, e kaltër ta mirë. Hajde. A jeni ndjerë ndonjëherë krenare për përdorimin e racionalizmit? Kam përshtypjen që je shumë racionale si person. A je ndjerë ndonjëherë krenare për këtë gjë? Besoj që po. Po, unë jam krenare që jam shqiptare, e du kombin tem, venin tem, traditat e mia, edhe për sot e 100 vjet kur nuk ka shanca me dalë për kësaj që jam. A ke vepru ndonjëherë në formë irracionale? Jo, asnjëherë. Asnjëherë? Asnjëherë. Nuk ka mujt askush me qit prej vetës? Jo. Në raste kur ka tendenca të tilla, si vepron Shkurta? Unë i marrë normale tendencat ose mendimet e ndryshme që mujnë me konë drejt e meje, edhe i marrë normale që zonjani mund të pas tendencë ose mendimet të ndryshme. Kështu që i ka përcej me shumë sportivitet. Po. Mirë, çka thotë tashmja në këtë pikë? Zgjedhë një kartë. Tek e tashmja Shkurta po i merr krejt parat.
Intelektualizmi është një mekanizëm mbrojtës në të cilin ne mendojmë shumë për të shmangur ndjesinë e dhimbjes, friksimit dhe trishtimit. Për shembull, pas një divorci, një person në vend që të jetë në kontakt me emocionet e tij ose të saj, merret ekskluzivisht me çështje praktike dhe administrative. Kur dhe si e përdorni intelektualizmin si mekanizëm mbrojtës, jepe një shembull. Nuk ke nevojë të përqendrohesh tek shembulli i divorcit këtu, ne thjesht po flasim për intelektualizmin si mekanizëm mbrojtës dhe kur e përdor shkurta në rastet e saj. Kisha thosh pak një sqarim më ma mundësu se ndoshta edhe pyetjen se kum kuptu mirë. Pyetja është pak më e thellë, do me thënë bëhet fjalë për faktin për intelektualizmin si mekanizëm mbrojtës, kur ne e përdorim në rastet kur duam të shmangim ndjesinë e dhimbjes, frikës apo të trishtimit. Pra, në vend që të merresh ti me emocionet tua kur je e trishtuar, ke ndonjë dhimbje ose diçka e tillë, merresh me çështje praktike apo administrative. Cila je ti? I kushton më shumë rëndësi emocioneve tua në ato momente apo dëshiron të ikësh nga ato dhe të merresh me diçka krejt kontra asaj që e ndjen? Elvana, unë që nga fëmiria shumicën e rasteve, kur kom pas ndryshim gjendjes emocionale, gjithmonë kom dash me qenë brenda 4 mureve. Se gjithmonë e kom ndjej se ma shumë se që më kupton vetë jeme, nuk më kuptojnë të tjerët, kështu që rastet ralla, emocionet i ndaj me të tjerët. Kështu që gjithmonë heshti. Në këtë mënyrë kjo është mbrojtja ma e mire jemja, kështu që gjithmonë e kom heshtin. Do me thënë nuk je person që shprehesh? Vetëm nëse është person i veçum. Kush për shembull mund të jetë ai? Ose ajo? Po, për momentin e kam punëtorin që kam tash, që një vetë, sepse ajo është të kontribu shumë mënyrë vullnetare, edhe është i pranishëm 90% kohës, e për shkak që është i pranishëm dhe prezent me ty. Po, ai gjithmonë i din edhe ato gjendjen emocionale kur kam ndryshim ose kur të tjerët malshojnë energji negative, e kështu që ai është person që du me mbet anonim, po s'du me cek me emër, po ai më mirë kupton për gjithçka. Mirë, e bukur kur kemi pjesë të stafit, persona të tillë të cilët na mirë kuptojnë edhe në raste të tilla të caktuara, të cilat asesi nuk janë të lehta natyrisht. Mirë, çka thotë e ardhmja dhe e fundit për këtë raund? Në lidhje me 2 kartat e mëparshme merrni parasysh shembullin më poshtë. Përcaktoni një qëllim për të cilin do të punoni. Çfarë zakonesh pozitive duhet të prezantoni apo forconi për të realizuar ndryshimin që dëshironi dhe si do ta bëni këtë. Në një të ardhmit të afërt, cili është qëllimi yt për cilin ti do të punosh? Qëllimi jam është një projekt të cilin më ka ndihmu kompania Edibau i NGSHPK. Është projekt vetëm për persona me nevoja të veçanta. Ai projekt ka të bëj për realizimin e aktiviteteve që i mbajun jetën e përditshme, domethënë me gara sportive, aktivitete kulturore, me argjanate, me pikturë, me not, po ashtu do të jetë edhe qendër stërhimore, që personave me nevoja të veçanta kur i vdes baba dhe nana, domethënë prinderi para se me vdek mos ta ketë një breng për evladin e vet, që kur vdes kush e mbikëqyr. Domethënë projekti është punu, mirë po shpresoj që shteti pikë së pari më na dhon parcelën e pastaj për me realizu këtë projekt, sepse ky projekt për më realizu i do ndikon 50 ari, edhe është një projekt shumë i madh nëse realizohet, kështu që jom të punu në atë drejtim. Cilat do të ishin zakonet pozitive, cilat ti duhet ti prezantosh për ta realizuar këtë qëllim? Si zakon, unë kisha dash me thonë ma shumë me majt fushata vjedisuese, që me mësu të tjerë se qysh me trajtu këtë kategori, që mos me etiketu në gjitha aspektet, mos me diskriminu, edhe zakon kisha dasht, ndoshta edhe tradit me bo pjesën e punësimit, do më thonë mi punësu sa ma shumë, se tu e pas parasysh që ligji është gjdoj 5 niti me u punësu tjetë person me nevojat e veçanta, dhe inspektoriati mu angazhon pak ma shumë, që më na mbrojt pak që me mbikëqyr, që mi dhon hapësirë pak ma shumë edhe persona me nevojat e veçanta. Mirë, e përmende shpesh artin, sepse je vetë artiste në fakt, po më intereson të di cila është lidhja jote me muzikën dhe jo pashkas po ta bëj këtë pyetje. Sa dëgjon muzikë shkurta? Muzikë ndëgjoj, instrumentalet i kam shumë qef, violinën e pëlqej ekstrem, sidomos orët e vona, ku ka violinë dhe piano,
Domethënë edhe gjumin e bëj më të rahatshëm momentin që jam të dëgju një instrumental ku ka të bëj violina edhe piano. Që janë pjesë e saj, mirë. Po. Cila do të ishte një pikë muzikore që ne mund ta plotësojmë vetëm për ty sonte në valët e Radio Kosovës në këtë moment? Mu më pëlqen Shkurt e Fejza, është Lutjet e të varfërit. E kështu që Shkurt e Fejzën kisha dashur si pikë muzikore. Mirë, do të los deskun e muzikës që dëgjojmë bashkë Shkurt e Fejzën dhe këngën e saj Lutjet e të varfërit vetëm për dëshirën e hyneshës sime për sonte zonjës Shkurta Haxhiu. Dëgjues të dashur të Radio Kosovës, kemi dëgjuar kështu bashkë Shkurt e Fejza dhe këngën e saj Lutjet e të varfërit vetëm për dëshirën e hyneshës sime për sonte zonjës Shkurta Haxhiu, e cila tashmë ka ardhur tek raundi i tretë dhe i fundit i hapjes së kartave të jetës së saj. Dashura e gati. Gati. Zgjidheni kartë nga e kaluara sërish. Hajde. Në lidhje me atë që sa po diskutuat, kur të ka ardhur keq për këtë, në të kaluarën tënde, kur të ka ardhur keq për ndonjë situatë të caktuar, qoftë në aspektin personal, qoftë në atë profesional të organizatës. Ka momente ose një moment të caktuar që të kujtohet se të ka ardhur keq për ndodhin që është bërë? Po, se të mos për vllavin, kur njerëzit nuk e kanë ditë që kam vllavin me nevoja të veçanta dhe kur e kanë pa, për shembull mënyrën se çu e kanë etiketuar, se çu e kanë bollizu. E me kalimin e kohës kur e kanë marrë vesh e kanë vlla, ndoshta trajtimin, respektin e kanë bërë ndryshe. E kështu që kjo është një prej vetive që kisha me cek që më ka bëu një keq. Sepse e ke pa që respektin e ka fituar vetëm për shkak të faktit që është vllau juaj dhe jo për atë se e meriton në të vërtetë. Ka raste të shpeshta të tilla Shkurt? Unë e di që ka, po prej perspektivës tënde. Po, ka raste për shembull kur unë dal me një person që ndodhet në karrocë, ka pas raste për shembull market, që kur i kam marrë sanat me bë pagesën, edhe momentin që më ka pa personi që më ka bë problem, kur më ka pa të qitë sanat në ark, edhe më ka thonë pse e dalti me këtë person, se këta duhet me qëndru brenda 4 mureve e ju me bloku arkën. Unë i kam thonë zoja, ka mundësi me pas mirë kuptim të pas parasysh që personi ndodhet në karrocë edhe është normale në ark që unë ndoshta 1 minutë mu vanu pak ma shumë. Se sa të tjerët. Po, se sa të tjerët, mirë po jo më na u qasën këtë mënyrë, më na i kap sanat, më na largu pe arkës, po është edhe një veti që ka bo jashta marketit, po nuk du me cek, sepse është shumë gjest banal. Është shumë gjest banal. A ka ndru kjo qasje Shkurt? A kemi ardhur duke u përmirësuar sa i përket qasjes ndaj këtyre personave, apo situata po shkon veç më keq? Unë mbas eksperiencës që kam, domethënë që kam, unë mendoj që nuk është u përmirësu. Se pisho vujtjet, dhimbjet, pa drejtësit që pjo bohën kësaj kategorie, sepse unë çdo ditë jem me ta dhe i llogaris sikur me qenë pjesë të familjes tem, po unë mendoj që veç po shkon tu keqsu. Edhe jënë të hjek me të vërtetë në gjitha aspektet. Tu nisë edhe prej një rampe, ka herë në shpe që ndoshta edhe qasjen, piknisën që fillon, domethënë kur hin mbrana në shpe se kur po. E kështu që mos flasim për të tjerat. Mirë, ne urojmë dhe shpresojmë që kjo gjë të ndryshoj, populli ynë të vetëdijsohet edhe kjo kategori të pranohet në formë të barabartë në shoqëri, e mbi gjitha mos ketë bullizime të tilla, të cilat siç e tha edhe vet janë totalisht banale. Çka thotë tashmë në këtë pikë, zgjedhë një kartë. Parashikimi është një mekanizëm mbrojtës në të cilin një person përgatitet për situata të pakëndshme, duke parashikuar dhe mbijetuar rezultatet më të këqija të mundshme. Për shembull, një person që ka frikë nga fluturimi mund të mendojë për të gjitha problemet e mundshme që mund të ndodhin gjatë një fluturimi të ardhshëm. Kur dhe si përdorni parashikimin si mekanizëm mbrojtës, jepe një shembull. Nuk ke nevojë të përcaktohesh tek shembulli që u dha këtu, në bazë të bisedës që ne e bëm, je vërtet person që i parashikon gjërat. Është kështu apo jo? Po, që më thonë, parashikime, unë gjithmonë kom pas energji shumë pozitive, pavarësisht që ka edhe parashikimet që kom nuhat atë energji negative, prapse prape kom mujt me atë parashikimin e energjisë pozitive. Si më herët që i ceka disa shembuj, por disa raste,
edhe i kom te kalu vetëm me parashikimet e energjisë pozitive. E kështu që si parashikimi i energjisë negative, unë muj me thonë që veprimtaria është e tillë, edhe herët avon muj me prit gjithmonë paragjykime apo montazha që muj mu bo gjatë rrugtimit për më manjullosh imazhin. Mirë po prape kam atë energjinë pozitive që besoj që do me thënë në një farë forme je përgatitur për të gjitha situatat e mundshme. Po, se kjo veprimtari ka shumë hapësirë edhe për anën negative për mu paragjyku se për mu njullos. Ka shumë batica dhe zbatica, për cilat ti besoj e rryer tashmë. Po. Çka thotë e ardhmja dhe e fundit fare për këtë edicion? Në lidhje me kartat e mëparshme, merrni parasysh shembullin më poshtë. Përcaktoni një qëllim për të cilin do të punoni. Tregoni në çfarë ju duhet të investoni më shumë kohë për ta arritur atë. Meqense është pak a shumë e njëjtë me kartën paraprake dhe ne folëm për qëllimin për cilin ti e ke në plan të punosh, propozoj që ta ndrojmë ta marrim një kartë tjetër. Patjetër. Në lidhje me dy kartat e mëparshme, merrni parasysh shembullin më poshtë. Përcaktoni një qëllim për të cilin do të punoni. Kush është personi të cilit do t'i kërkoni mbështetje emocionale dhe pse ai person në veçanti. Mund të mos jetë ideja për cilën ne folëm, mund të kesh një qëllim tjetër për cilin ti do të punosh, por kush do të ishte saktësisht personi të cilit ti do t'i kërkosh mbështetje emocionale dhe pse pikërisht ai person. Vllavit, lirisht me thonë vllavit se ajo është që më kupton gjithmonë, ajo është që më përkra gjithmonë, ai mi kupton gjendjen emocionale kur kam ndryshime, edhe ka herë për shembull kur unë nuk jam mirë, edhe ai pa qenë i përfshirë në situata jashtë atij që ai nuk është prezent edhe nuk e din ç'a më ka ndodhur, momentin që më shen qere, për shembull që nuk jam mirë ose më shet për lotën, automatikisht edhe ai ndikohet. Kështu që nëse unë jam e lumtur, është i lumtur edhe ai. Nëse unë nuk jam e lumtur, nuk është edhe ai. Do të thonë jemi dy persona sikur me kon një trup. E kështu që vllavi është ai që më kupton për gjithçka. E keni këtë lidhje të fortë emocionale. Po kemi shumë lidhjen e fortë. Jeni vetëm ju dy në familje, ti edhe vllava apo ke edhe të tjerë? Jo, kam edhe një motër. Edhe një motër, po më shumë jam e lidhur me vllavin. Motra është e përfshirë në aktivitetin tënd apo jo? Jo, se është e martuar dhe të pas parasysh martesa ka obligime familjare, mandej është edhe në punë. Mirë po kështu moralisht, shpirtnisht më përkrahshëm, sepse është edhe personi që ja kalon emrin shoqatës. Motra ka qenë ajo e para, se kur kom hap shoqatën nuk disha ç'është me lon një emër, po kom dhonë mesazhin e përgjithshëm, edhe kom thonë motrës gjema një emër me ndoshta 2 fjalë 3 që muna m'ja lon emrin e shoqatës. E kështu që kur kom lon emrin e shoqatës heroinat, motra ka qenë ajo që ka përmbledh me një fjalë. Shumë e bukur kjo, ndërkohë që ne të falenderojmë për të gjitha këto etapat jetës tënde të cilat ti i ndove me ne dhe dëgjuesit tonë, meqense jam krejt në fund të këtij edicioni, dua të di se si po ndihesh tani pas të gjitha etapave që ne i kaluam bashkë, kur i kthyem nga fëmijëria jote tek pjesa e rritjes, tek vështirësitë, të cilat i ke pasur jo vetëm në aspektin profesional, por edhe në atë personal, cili është reflektimi yt me pak fjalë mbi veten tënde tani krejt në fund të këtij edicioni. Unë pikës së pari me juve Elvan, po njëm sikur më njoftë që 100 vjetë, edhe pse na kemi nejt dhe 2 herë ma herët, mirë po ma ke dhoni një ndjesi shumë të mirë, një ndjenë shumë të parushme sepse më ke bu mundjesi në shpinë teme, edhe të pas parasysh që jo keni qenë shumë aktive në punë dhe vepra të mira, edhe keni bu shumë aktivitete për persona me nevoja të veçanta, keni qenë një aktiviste shumë e fuqishme, që me të vërtet si ju keni nda rrugtimit për humanizëm asnjëherë, edhe ndoshta edhe për këtë arsye kam një ndjesi shumë të mirë, edhe i marrë me shumë kënaqësi mësafiret e ti dhe po ndihem shumë rahat edhe shumë mirë. Kështu që një porosi të ndën krejt për fund. Po. Jemi në minutat e fundit. Unë kisha pas dëshirë shumë qytetarët e ndryshëm, qytetarët në përgjithësi të jenë pak më aktiv në punë dhe vepra të mira, sidomos në pjesën e humanizmit. Edhe mendoj që shumë qytetarë kanë shumë sene të prisë në përshpia, që ndoshta nuk i hinë punë për kur gja, po. Unë muj m'ju dhonë adresa për mi qute vendi i duhur. E kështu që kjo është mesazhi im.
Shumë e bukur, shkurta, faleminderit shumë për gjithë punën e mrekullueshme që e bën për një komunitet shumë të veçantë të njerëzve, siç janë personat me nevoja të veçanta. Ne këtu të sigurojmë mbështetjen e plotë të Radio Televizionit të Kosovës, timen personalisht, por edhe të stafit, në çkado që ne mundemi të kontribuojmë në fondacionin tënd, por edhe në gjithë veprimtarinë tënde, ndërkohë që për të gjithë ata që dëshirojnë të bashkëpunojnë me Shkurtën dhe organizatat e saj, Heroina e Mirësisë gjendet në Prishtinë dhe mund t'i drejtoheni në rrjetet e saj sociale, natyrisht, siç e tha edhe kjo, për shumë gjëra të cilat mbase juve nuk mund t'ju nevojite në shtëpitë tuaja, por për atë kategori të njerëzve janë jashtëzakonisht të nevojshme. Shkurta, edhe një herë faleminderit shumë dhe të urojmë shumë suksese. Faleminderit Elvana dhe